Përgatitjet për nisjen e reality show-t më të ri Ferma VIP po shkojnë drejt fundit, por një lëvizje e fundit nga faqja zyrtare e programit në Instagram ka ndezur rrjetin. Kjo lëvizje është interpretuar menjëherë si një sfidë e hapur ndaj konkurrentit kryesor Big Brother VIP. Produksioni ka vendosur të kërkojë mendimin e ndjekësve përmes një sondazhi për të përcaktuar ditën e transmetimit të spektaklit live. Alternativat e ofruara ishin dy, e hënë e premte ose e martë e shtunë. Kjo alternativë e dytë nuk është as pak e rastësishme pasi përkon eksaktësisht me ditën e transmetimit të Big Brother VIP në Top Channel. Kjo tentativë për të ndarë audiencën në të njëjtin orar merr për masa edhe më të mëdha, duke pasur parasysh se në krye të Ferma VIP do të jetë Arbana Osmani. Prej muajsh raportet mes moderatores dhe ish televizionit të saj janë përfolur për një krisje të thellë të shoqëruara, shpesh me thumba dhe mesazhe të nënkuptuara nga të dyja palët. Megjithatë, pavarësisht dëshirës për një përballje zjarr për zjarr, siç komentonin disa ndjekës në postim, shumica e publikut duket se e ka një tjetër preferencë. Sipas rezultateve të sondazhit, plot 66% e votuesve kanë zgjedhur opsionin e hënë e premte, duke lënë alternativën e përballjes direkt me Big Brother VIP në vetëm 34%. Publiku me sa duket preferon t'i ketë të dyja formatet në ditë të ndryshme për t'i ndjekur të qetë. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.